248 lindje janë shënuar në maternitetin e Gjirokastrës që prej janarit të 2025-s e deri në fund të këtij tetori. Rastet vijnë nga vajzat që bëhen nëna për herë të parë deri tek ato që shënojnë lindjen e tretë. Fëmia I tretë. Çfarë bërët? Djalë. Pas kujt vjen djali? Kam një djalë, një vajzë, një djalë edhe djalë prapë. Dhe mirë me shëndet? Po jemi mirë. Jemi shumë mirë të dy. Si ja vendosët emrin? Për momentin se kemi vendosur akoma. Po mendojmë t'ja vendosim janë. Lindja e sajt për ju? E para. Po bëra një djalë, jam shumë e lumtur dhe shumë emocionuar se bëra nën për herë të parë. Djale kemi. Fëmia i parë? Jo, i dytë. Fëmijën e parë? Vajzë. Që urojnë. Si ja vendosët emrin? Ky ka emër Selam, e ka të gjatë dhe është ngjallur. Për kujt? Babaj tin. Ta gëzoj, ta keni mirë. Faleminderit. Tetori ndryshe nga më parë ka shënuar një fluks të lartë çka sipas së shefes së shërbimit obstetrik ginekologji, Migena Kuro, ka sjellë edhe hapjen e dhomave të mbyllura në maternitetin Dhimi të Çuçi. Gjatë këtij muaji kanë ardhur në jetë 38 bebe. Muaji tetor, përveç se është muaji i sensibilizimit për kancerin e gjirit, brenda ambienteve të maternitetit, kemi edhe një fluks të madh lindjesh këtë muaj, çka është një gjë e bukur që tregon vazhdimsinë e jetës. Grave pra u shërbehet që nga lindja edhe në moshat e shtyra në menopauzë e mëtej. Pra ne u shërbejmë të gjitha moshave dhe mirëpresim jetët e reja. Ky muaj, ndryshe nga muajt e tjerë, pati një fluks më të madh lindjesh, çka na detyroi që edhe dhomat e mbyllura të hapeshin për të pritur gratë e lindura. Shpresojmë të vazhdoj ky fluks dhe për ditët dhe muajt në vazhdim, sepse është një shenjë mirë e rigjallërimit të jetës në qarkun e jugut. Në qoftë se bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2024, shihet se prej janarit deri në tetor 2025, numri lindjeve është rritur me 30. Në këtë maternitet, gjatë 2024-s, erdhën në jetë 271 bebe nga gjithë qarku i Gjirokastrës.